Përshëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur me ndonë me juve edhe një recetë super të shishme, super efektive për humbje të peshës edhe për dobësim pra. Është një recetë e kom postu e dini të gjithë videon pra me dietën me vezë. Ajo është bo viral që s'ka lënë motër pa provu. Kështu që për do që për më thojnë motra nuk për muna mi hongër veç vezë, ja bën këto me shtu. Lene ju që s'muni ato dietën me vezë, e njëjta është kjo që është vetëm salatë përgatitur ma ndryshe. Deri në 10 kila këtu ju garantoj une, edhe pse nuk përdu më thonë ma shumë, se keni më bind vetë, por une deri në 10 kila që i humnin mujtë, une pjo thonë. Shumë e shëndetshme edhe shumë e shishme. Krejt që ka ju nevojitën prej përberzve janë 3 vezë i zini, prap vezë, s'keni ka shkoni pa vezë, sepse janë proteina. I kemi ndo 3 të kuq të vezëve me 3 të bardh, pra, 2 pjata. Një qepe modhe, rep, që që thojnë shqip, 5 copa ose radis që këtu në Gjermani, një luk të gjellës fara të djegsa. Ju që keni probleme me lukthin, mundeni mos me qit. Fara të djegsa janë shumë të shëndetshme për shpejtësimin e metabolizmit edhe për shpejtësimin e dobësimit. Pra, është shumë e vërtet. Një lugë të mesme me magdanoz të terur, ose të frest e merrni, një lugë të mesme kopër, për ndryshe dill, këtu në Gjermani, një lugë të qajt jo plot me krep, gjys lugë ose një moje të lusë qajt biber të zi, një lugë të gjellës plot me vaj ulliri, 2 lugë të gjellës ufull të mollës, i morim në unën tjetër manden 3 domate mesatare, një kastravet që e bleni kështu në Lidl në Aldi, që është e dini vetë, një spec të gjelbërt. Bismillah fillojna me përgatitjen. Para se me fillu me përgatitjen, pjo them që këtë salat, veç që salat duhet me hongër ditën, pra. Me nda në 3 porcione. Mëngjes, drek edhe dark. Munden edhe në mëngjes edhe veç në drek, darkën mos me hongër heq, tash aty qysh doni ju, ose dikush nuk e konsumon mëngjesin, si unë. Pra, drek, dark. Qysh doni aty munden me nda, për ton ditën që kjo salat është. Sa ma shumë uj me pi, ecë se normal, tash koha e mirë, bashkë përshëndetin te për mirë, ajri pastërt, kështu që, ose litarë që keni në shtëpi, me kërcy, tepër është i mirë për humbit peshës. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Në një enë, pra hedhëm një qep, ku kemi grishtu një copa, mande e qesim një kastravet, që ne kemi grishtu, specen, tomatët, shumë motra ja kanë pa hojrin dietës me vezë. Shumë kanë thonë, para se mja fillu, mas është diçka e dëmshme. Shumë ju kom shkru se nuk është e dëmshme më falni as pak. E dëmshme është kur bleni qaja edhe nuk dini çka peni, ose tjera gjona që i bleni, veç hajt më dobësu. Nuk e këqyni shëndetin e ju. Këto që i përgatitin vetë, freskta, vezë, protein, këto që i jojnë edhe ma shumë se 10 në ditja ta që ushtrujnë në për fitnesa, edhe thuaj një ta bën kolesterolin, as pak e vërtet. Është gruja që ka përvu me kolesterol dietën, për ndryshe ja ka rregullu kolesterolin. Kështu që, mos falni pa e provu, gjithmonë them, provone, bindeni vetë, tani më shkruni. Për dietën me vezë, tham është hit. E njëjta ka më konë edhe që kjo, kur të provoni, shihemni prap edhe nihemi prap, që shtam gjithmonë. Nuk folë veç hajt, hava. 3 të bardha të vezëve. Tashti, në unën tjetër e morëm një pirun. Edhe i shtypim 3 dverdat e vezëve. Dallohen vezët e katunit bio, që i ko morë të vlaznia, që mi kanë dhanë veç shifne, krejt sareta. Dallohen këto sparitojka, këto që i blemi veç hajt. Për ndryshe sparitojka, po çmimi vlo. Por për shëndetin nuk pëkqyrin. Sepse po dobësohemi shëndetshëm. Morëm tash farat e djegsa. Melmesa që i kom përmend, vajin e ullirit. Vaj ullirit është pra i shëndetshëm, ufull të mollës.
është pra 5% e përzina, gjitha pra përzina. Krejt në fund, gjys gote ujë të ftoft. Gjys gote pra ujë, që është gota e qajit e përzina. Ko marru në fillim me qita të, por s'ka lidhja. Prapë se prapë vetën e shikone. E përzina mirë, edhe ja qesim pra salatës. Edhe salata përzihet mirë, edhe e ndani pra në 3 porcione ose në 2 porcione, aty qysh ju keni uri. Pra veç këtë salat, kafe mundeni me pi sa t'ja dën zemra. Pa sheqer, pa qumsh normal. Uj me limon, pra, ma i mirë nuk ka. Vitamin C që është freskus edhe shumë i shëndetshëm. Kështu që sa ma shumë ujë, kafe bënë, si shtash me pi, pa sheqer, pa qumshti, ju muta që më thune, a bënë me pi atu kafe që janë 3 në 1, as 3 në 1, as 2 në 3. Krejt atu janë me sheqer. Vetëm kafe të zez, edhe pa sheqer, pa qumsht. Do që të me bëjt strikt. Edhe sa ma strikt jeni, aq ma shumë voga vi që shkon të kesh. Vera po afrohet, fustonat po ngushtohen. A dani me vesh mirë, na i fuston me najt mira jo. Sa herë më keni ngumu, mirë ja kom qitë. Kështu që njeri që mësan. E kemi përzita si tash për e qesim salatës. Ja kemi qitë pra sosin salatë tash të e përzina. Mu me të vërtet une që kam shkrime në Instagram, veç Allah e din sa motrat më shkrujnë. Edhe ato e din që mujnë vetë më komentu, që ato që e din vetë kush më shkrujnë. Të në ditën. Kër ja kanë fillu dietës me vez, oj, neri po bohem kaps. Normal që boheni kaps. Pa e di të që të isha. Normal se nuk pini uj. Jo, la spotimi uj, hitë se s'pëna koma e, valla, pa pi uj. Jo se bohesh kaps, po bohesh dros. E përzina mirë. Kështu pra duket salata, si që thash mundeni me konsumu ose 2 herë ose 3 herë në ditje, e ndani në porcione, sa ma shumë ujë, mas pak 2 litra e gjys, deri në 3 litra ujë, pra është tepër e shëndetshëm me dina gjithë, plus ujë pra shpejtëson po ashtu metabolizmin edhe djeg dhjomin, edhe farat e djegsa janë shumë të shëndetshme për zemrën, për qarkullimin e gjakut, po ashtu për me shpejtësu pra metabolizmin, me hum pesh. Ju që jeni pra keq prej lukthit ose keni hemoroide, mundeni mi lënë farat ondash, mos mi përdor. Ju që jeni shnash, elhamdulillah, përdorni mos e lëni pa i qitë brenda, kështu që kismet prej të homës nisjani këtë jetë me salat edhe e shifni efektin. Shihemi me efektet, ndihemi, shumë suksese, ju do neri shumë edhe ju pret verës me ndej modele. Për mjo, vargisat e në rresht vallës, me thonë, nusja filonit, top model. Pak humor e shumë të vërteta, neri ka qef një pot gjithave mirë, deri në resetën e radhës nga kuzhina. Neri të them pra, viru pafshim.